Dhe meqense jemi tek kamuflimi i emocioneve, ajo që dua të diskutoj tani mund të ketë të bëj edhe me këtë. Jam duke folur për një tjetër raport të rëndësishëm brenda shtëpisë, që është ai mes Brikenës dhe Mateos, që në 72 orët e fundit janë parë afër dhe larg, mirë dhe keq, duke u përqaputhur por deri në një pikë, dhe gjithmonë në presionin e vazhdueshëm të një Brikene e cila thot nuk e çoj këtë marrëdhënie pavarësisht tashmë pëlqimit të shprehur a vicenda, do thoshin në italisht, pra të ndërsjellët, nuk e çoj këtë marrëdhënie nën peshën e të qenë në televotim, sepse nuk do dua kursesi që kjo gjëja të përkthehet si e tillë. Por natyrisht mes qëndrimit aty brenda ka banor të cilët vazhdojnë të mendojnë se kjo thjerrja e gjatë e të dyve, Stenaldo për shembull vjen në një pikë që thotë gjitha kjo është një makinacion i pastër i stilit të një tjetër programi popullor në Top Channel, por që s'ka lidhje fare me Big Brother. Shohim klipin dhe e komentojmë bashkë. Do e imagjinoja do të më këtë pikë i Big Brother pa ty. Asëm pa ty. Në ty delej Mateo që është i fshirë këtë brenda, që s'del baziri. Dhe Mateo që është i butë, romantik. Ju kisha lut në qoftë se ka mundësi, në këtë nominim që jam, unë kisha dashur me nxjerr jashtë. Qa me festu ugoja tjetra, thotë, votoni mu që dalë lutë. Të 75 ditë do shdosh për ty. Asi e s'ka tashu të flasi me mua për lojë, sa e që kanë folur për njerëz të tjera, ose për situatat e tjera, ma ka ndërprerë ma vete. Brike, o Brike! Brikena është... E vetë një këshillë që i thash me insistim, ishte që trego Brikenën brenda kornizave të tua. Ti, Mateo, vetë çdo gjë para egoizmit tënd. Nëse ai person e doaj shumë Brikenën, nuk do ta kishte lënë kurrë që ajo të shkonte e mërzitur në krevat. Minimumi që duhet bënte ai djalë është që t'i kthej restin. Nëse Brikena do dalë, do beton, do të degenerojë të lojë. Mateo ka ardhur deri në këtë pikë të lojës, në këtë shtëpi, vetëm fal kartës të Brikenës dhe e ka përdor atë vajzë deri në palc. Që në ty të kam du me ikë, normalisht për te e pras në orë më pyet a je mirë, se ka shumë ngarkuar. Jam kanë shumë presion, jam kanë shumë kaxhia, edhe nëse kam prit një person me pyet a je mirë ose me nejt në pranin tem, ka qenë Mateo. Ti nuk duhet me jash që disa individ të mrena të bojnë ty të dorëzohesh për luftën tënde dhe karakterin tënd. Kjo gjë as nuk do të ndryshoj raportin tonë, se unë prapë se prapë do jem e njëjta me Mateo. Fala, ajo po e lej që ta preki Mateo. Po, ja! Mateo, jetu në ishë. Ta shikoj. Ka një vanë por një abuzol dhe... E ka lodh loja, vlla, e ka lodh. Ajo vajzë me të mirat apo me të këqijat e veta nuk e meritonte që të paktën në lojë ai t'ia lëshonte dorën kaq shpejt. Po kur e ka lodh momenti që del në sfidë kokë në kokë me një të forte? Nuk e përballon ajo person. Fjalën që ajo thot nga goja, ty s'ta çet me mu, i bie që kjo s'ja çet me asnjërin. Brikena, Ti. dush shumë e fortë. Po nuk është luftarake. Po nuk është luftarake, është mësuar me net rahat o vlla. Tri që të dali në nominimin e parë të fortë del jashtë. Mund vjen keq për Brikenën që ta mundi Gimbo. Do më përdorosh? Për Brikenën ndjej shumë. Është i vajzë që unë kam i marrëdhënie që dua ta konsolidoj edhe që nesër pas nesër mund bëhet gruaja ime.